Pak ditë më parë, u doq fasada një pallati. Një fasadë e bukur, e ndritshme, e reklamuar si modernitet. Por mjaftoi një shkëndi dhe gjithçka mori flak me njëherë. Sepse, kur fasada ndërtohet me shkelje ligji, korrupsioni dhe propagande, ajo nuk qëndron, digjet. Një lloj si ajo fasadë janë ndjekur zgjedhjet e lira në Shqipëri. Një lloj si ajo fasad, po digjet parlamenti si institucioni i përfaqësimit dhe i kontrollit. Digjet besimi i qytetarëve tek demokracia. Dhe ndërsa propaganda vazhdon të lyej muret nga jashtë, shqiptarët po jetojnë brenda një shteti ku liria, drejtësia, vota janë më të brishta se ajo fasada që u doq. Kur një regjim kujdeset më shumë për fasadën se sa për themelet, sigurisht që zjarri bëhet i pashmangshëm. Vetëm në ditët e fundit kemi 2 raporte ndërkombëtare, alarmante, për atë që ndodh në Shqipëri. Njëra është raporti i Eurostatit, ku flet për varfërinë në Shqipëri, në nivelin 40% të shqiptarëve që nuk mbyllin muajin